Një kurs në mrekullira 16. Çka në mua I ka trillua këto probleme? Pse po ju besoj mendimeve, projekcioneve, ëndrave të mia, po identifikohem me trup e po harroj se kush jemi? Figurat që I shoh janë projekcion I mendimeve ndarse, e ndarja nuk ka ndodhur kurrë. Zoti nuk na braktisi kurrë, ne jemi një shpirt I plot në Zot, secili jeton në secilin, total të pafajshëm, të palëndueshëm, të pavdekshëm, plotësisht të shëruar, të bekuar dhe të falur nga Zoti, të sigurt në Zot. Marr përgjegjësinë për gjithçka përjetoj dhe ja dorëzoj Zotit. Pse të gjitha përjetimet e mia I takojnë skenarit tim, planit të shenjtë të Zotit? Secili ndjek skenarin e vet. Unë fali edhe çdo problem zhduket. Jam dritë në dritën e Zotit. Jam dritë e botës. Çdo problem është dhuratë. Faleminderit që po e luani rolin që ja kam dhënë në skenarin tim, në planin e shenjtë të Zotit, për t'u zgjuar. Ju jeni engjujt, çliruesit, shëruesit dhe mësuesit e mi. Gjithçka ndodh për të mirën time. Çka dëshiroj vërtet më shumë se ta plotësoj funksionin tim e të shërohemi të gjithë. Më ndihmo o Zot që vetëm në Ty të kujtohem. Dua të ndihem si Ti, të ndihmoj si Ti, të jap si Ti. Si ta shoh vetin si më sheh Ti mua o Zot. Gjithë qenjen time ta kushtoj edhe dorëzoj Ty o Zot. Këtë moment të shenjtë ta dorëzoj Ty. Dua vetëm e vetëm të ndihmoj, të bekoj, I lirë të fali dhe botën ta çliroj. Si të ndihem absolut I sigurt në Ty, Ti je cili dhe fokusi im o Zot. Dua të shkrihem në Ty dhe ta ndiej dashurinë Tënde. Më sqaro që jam në zemrën Tënde në përkujdesin intenziv nga Ti. Ti o Zot vendos për të gjitha mendimet, projekcionet, trupin, egon, gjumin dhe veprimet e mia, për të ardhmen, për jetën dhe shpirtin tim. Çka të bëj o Zot? Çka të flas dhe me kë? Ku të shkoj? Çka të jap? Çka të jap më mirë se faljen dhe bekimin për të gjithë? Çfarë mrekulli do Ti që unë të veproj, o Zot? Mrekullia është me u kujtuar në Zot, me u bind se çdo ku është Zoti dhe kjo botë nuk ekziston. Çka është formë nuk ekziston. Të lutem o Zot, mendo, ndiko, vepro, shiko dhe fol nëpërmjet meje. Çka jam unë? Si të shoh me sytë e Tu, me faljen dhe bekimin Tënd? Dua paqe, inspirim, shërim për të gjithë. Shpirti ka nevojë të shërohet, të kujtohemi se kush jemi. Jemi liri universale, jo të kufizuar në trup. Jemi shenjtësi që zgjerohet në pakufi dhe përfshin çdo gjë. Gjërat personale nuk na kënaqin. Dua t'i besoj egos apo Zotit? Dua t'i shërbej egos apo Zotit? Një problem është ndarja. Një zgjidhje është s'ka ndarje, s'ka problem. Si të shërbej o Zot? Si t'i shoh të gjithë të lumtur? Kërkoj pafajësinë e vllaut. Si të shërohemi së bashku?
Të gjitha mendimet e pasurisë, të prosperitetit dhe të bukurisë i bekoj edhe i ndaj me të gjithë. Unë dhuroj me gëzim dëshirën e Zotit. Unë ndaj me gëzim trashëgimin time, virtytet e Zotit. Dua ta përjetoj faljen dhe bekimin të gjithë. Unë bekoj botën që ta bekoj vetveten. Më shumë pranoj se jap, këto janë ligjet e universit. Çka jap, i jap vetvetes sime. Cilën pyetje ta bëj në këtë situatë? Cila është zgjidhja e përbashkët? Unë nuk shqetësohem nga shkaku që po mendoj. Unë shqetësohem sepse shoh diçka që nuk është aty. Unë shoh shpifjet e egos. Mendimet e mia pa domethënie shkaktojnë një botë pa domethënie, shkaktojnë frikën. Më ndihmo o Zot të fali. Nuk dua të kam të drejtë, dua paqe, shërim për të gjithë. Tërësia ime është shenjtësi. Shenjtësia ime çliron botën. Shenjtësia ime zgjidh çdo problem. Shenjtësia ime më çliron dhe shëron mua. Para së gjithash dua të shoh. Para së gjithash dua të shoh ndryshe. Jam i vendosur të shoh. Jam i vendosur të shoh ndryshe. Është edhe një mënyrë tjetër si ti trajtoj gjërat. Dua të shoh me sytë e tu, me dashuri, me bekim, o Zot. Zoti don që të çlirohemi nga iluzionet. Unë nuk prengosem se çka të flas apo të bëj, sepse ai që më solli këtu më drejton. Ego përpiqet të bëhet i dashur dhe spiritual, kurse në kurs çdo mllef, çdo mërzi, çdo problem ja dorëzoj Zotit. Zoti është dashuria ku fali. Zoti është fuqia në të cilën besoj. Zoti është drita ku shoh. Zoti është burimi im pa të cilin nuk shoh. Zoti është shpirti me të cilin mendoj. Zoti vjen me mua kudo që shkoj. Zoti është inspirimi, jeta dhe liria ime. Zoti është thesar i pashtershëm në ne. Zoti është siguria, mbrojtja, sponzori edhe punëdhënësi jon. Zëri i Zotit flet tërë ditën në mua dhe më fton. Të lutem Zot, mos lejo të harroj funksionin tim. Nuk dua të gjykoj e të ndihem i ndar, i vogël dhe viktim. Jam fëmijë i Zotit me mundësi të pakufizuara. Mos mbrojtja e ime është lumturi. Kë dua ta mbroj këtu? Mendimet, iluzionet, trupin? Këto të gjitha ja jap Zotit. Çka di unë çka është mirë apo keq kurse po androj? Jemi në fillim, nuk di. Dua korrigjim. Kënaqësia e përhershme është në mbrëmsinë time, në shpirt e jo në iluzione. Çdo mendim privat është mekanizëm kundërshtar kundër Zotit. Jo me mshef nga Zoti, por çdo mendim të ndar me ia dhënë Zotit.
jo i burgosur në sistemin mendor, por që ideja njeri të përfundon. Zgjimi vjen nga Zoti në ne. Nuk kam nevojë të bëj diç, por jam unik me të gjithë një. Me dashuri edhe përulje ndaj vetit dhe botës, i pavarur nga bota, pa brenga nga forma, jam i bashkuar nëpërmjet dashurisë, nëpërmjet Zotit. Unë më varem nga Zoti, kurse bota më varet nga mendimet e mia. Zgjidhja është në çdo gjë që e shoh, nga se çdo gjë që e shoh është reflektim nga shpirti im. Zoti është në çdo gjë që e shoh dhe Zoti është zgjidhja. Unë kërkoj mendimet e mia të vërteta, kjo është e tëra. Mendimet e dashura ma ndriçojnë jetën. Mendimet e padashura ma nxjin jetën. Shërimi është bindja e plot që jemi të pandar e të pafajshëm një shpirt në Zot. Falja është proces i ngadalshëm i besimit në Zot. Unë ha, pi dhe frymarri dritë, dashuri dhe shërim. Të lutem o Zot, cili është roli im në planin e shenjtë tëndin? Unë zgjedhi më shpesh se çka përjetoj. Ego është një grimcë e vogël kundër universit, kundër Zotit. Falënderimet e mia ndaj Zotit, vëllezërve dhe këtyre leksioneve janë pa kufi. Ju përshëndes përzemërsisht.